Ministria e Drejtësisë ka nisur zyrtarisht procedurat për ekstradimin e Ermal Beqirit nga Franca. Kërkesa formale e shoqëruar me të gjithë dokumentacionin procedural i është përcjellë autoriteteve kompetente franceze në përputhje me legjislacionin shqiptar, marrëveshjet ndërkombëtare dhe procedurat e bashkëpunimit juridik mes dy vendeve. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, dokumentacioni është hartuar mbi bazën e materialeve të paraqitura nga organi procedues dhe tashmë pritet shqyrtimi nga autoritetet franceze, të cilat do ta zhvillojnë procedurën sipas legjislacionit të tyre dhe instrumenteve ndërkombëtar në fuqi. Ministria bën me dije se do të vijojë bashkëpunimi me institucionet kompetente shqiptare dhe franceze deri në përfundimin e procesit të ekstradimit. Procedura ligjore parashikon që pasi autoritetet shqiptare njoftohen për lokalizimin ose arrestimin e personit në një shtet të huaj, prokuroria kompetente dorëzon kërkesën për ekstradim së bashku me dokumentacionin përkatës. Ky dokumentacion verifikohet, përkthehet dhe përgatitet nga strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Drejtësisë. Më pas, Ministri i Drejtësisë firmos kërkesën për ekstradim dhe kur është e nevojshme, edhe atë për arrestim provizor, dosja i dërgohet shtetit të kërkuar përmes kanaleve diplomatike, ndërsa për të përshpejtuar procedurat mund të transmetohet paralelisht edhe në rrugë elektronike. Sipas Ministrisë, kërkesa mbështetet në kodin e procedurës penale, ligjin për jurisdiksionin në marrëdhëniet me autoritetet e huaja, si dhe në Konventën Evropiane për ekstradimin. Kjo konvent përcakton se kërkesa formale duhet të dorëzohet brenda 40 ditëve nga arrestimi ose ndalimi provizor i personit. Autoritetet shqiptare theksojnë se do të ndjekin të gjithë komunikimin me palën franceze deri në përfundimin e procedurës për ekstradimin e Ermal Beqirit.